Ngjarja në Minnesota. Ky që shihni është ish drejtuesi i sigurisë që vrau ligjvënësën dhe bashortin e saj. Shtetet Bashkuara u të ndritën të shtunën nga një akt i rënd une që ndodhi në Minnesota, ku 2 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë mbetën plagosur pas 2 atentateve të veçuara. Autori dyshuar i sulmeve është identifikuar si Vance Luther Bolter, 57 vjeçar, një ish drejtori i patrullave të sigurisë kompanisë Praetorian Guard Security, dhe thuhet se kishte marrë trajnim ushtarak dhe nga personeli i forcave amerikane. I maskuar si efektiv policie, Bolter kreu 2 sulme të armatosura që kishin në shënjestër figurat politikës në Minnesota. Fillimisht sulmoi banesën e senatorit John Hoffman duke plagosur rënd atë dhe bashorten e tij vet. Më pas Bolter shkoi në shtëpinë e ish kryetares së dhomës përfaqësuese të Minnesotas, Melissa Hortman, dhe ekzekutoi atë dhe bashortin e saj Mark. Ngjarja ka shkaktuar tronitje mbarkombëtare dhe ka nxitur një reagim të menjëhershëm nga presidenti Trump, i cili përmes një deklarate të shpërndarë nga zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt, theksoi sulmin si një akt të tmerrshëm dhe të papranueshëm. Një dhunë kaq e tmerrshme nuk do të tolerohet në Shtetet Bashkuara. Prokuroria e përgjithshme e pambandi dhe FBI po hetojnë ngjarjen dhe do ndjekin penalisht autorin me gjitha shpërsinë që lejon ligji. Zoti i bekoft njerëzit e Minnesotës, tha Trump në reagimin e tij. Hetimet vazhdojnë ndërkohë që autoritetet po përpiqen të kuptojnë motivet pas këtij akti tragjik që ka lënë gjurmë të thella në opinionin publik amerikan.